Sindikata e Kulturës do të dorëzojë kallëzim penal kundër Ministrit të Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov për shkak se ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer veprat penale, keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimit zyrtar dhe shkelje e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Ministri Zoran Lutkov, gjatë vitit 2025, me vetëdije dhe në kundërshtim me ligjin, ka nxjerrë udhëzime dhe ka dhënë udhëzime për mënyrën e përllogaritisë së pagave të punësuarve në kulturë, duke vendosur në mënyrë të paligjshme një metodologji të re për llogaritjen e pagave. Sipas Sindikatës së Kulturës, me këto veprime, ministri ka anashkaluar drejt për drejt marrëveshjen e përgjithshme kolektive për sektorin publik dhe të drejtat kolektive të punonjësve. Po ashtu ministri ka ndërhyer seriozisht në sistemin e të drejtave të punëtorëve dhe në sundimin e ligjit, duke e vendosur veten mbi ligjet dhe marrëveshjet kolektive, thon nga sindikata. Sindikata paralajmëroi se të mërkurën do të bëhen publike edhe kallëzimet penale kundër drejtorëve të institucioneve të kulturës, të cilët duke zbatuar udhëzimet e paligjshme të dhëna nga ministri, kanë kryer veprën penale, shkelje e të drejtave nga marrëdhënia e punës.